zoti kryetar. Do shtroj pyetjen se çfarë pret qeveria shqiptare dhe kryeministri i Shqipërisë për të reaguar ndaj deklaratës së ministres serbe Paunović se do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën nga shqiptarët, por edhe ndaj mbështetjes që i dha kësaj deklarate zëvendës kryeministri serb Dačić. Kosova ndërkohë e ka shpallur persona non grata zonjën. Doja t'ju rikujtoja se spastrimi etnik konsiderohet si krim kundër njerëzimit nga Statuti i Romës të Gjykatës Ndërkombëtare të Krimeve, është në shkeljet Konventës së Gjenevës vitit 49 dhe në shkeljet Ligjit Ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, por mbi të gjitha deklaratat të tilla shoviniste janë në shkeljet të Republikës të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e cila në nenin 8.1 shkruan se Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që Agjencia në kuadër të aktiviteteve të veta ka posur në ditën e parë për pastrimin etnik të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive, atëherë për çfarë do mbaj qendrim pra? Dua t'ju rikujtoj gjithashtu se nga salla e këtij kuvendi në tetor të vitit të shkuar, deputetët e mazhorancës rrëzuan propozimin e rezolutës që vinte nga opozita për njohjen e gjenocidit serb në Kosovë, dhe ky kryeministri juaj që nuk lini rast të thoni se ja përmendi miku të tij Vučićit pavarësinë e Kosovës, si ka mundësi që nuk thot një çerek llafi kur zëvendësi i mikut të tij Vučićit shprehet për spastrimin etnik të Kosovës. Ky që zbuloi agjenturat e huaja dhe grupet armiqësore brenda protestës që vuri në lëvizje makinerinë e përbaltjes së ymerrëve të Lucës, që u mor një nga një me protestuesit që merrin mikrofonin, që sulmoi figurat publike të nderuara që u bashkuan protestës, që sulmoi avokatët e të arrestuarve, që sulmoi eurodeputetët që u bashkuan protestës, që ka lëshuar Taulandin të sulmoi edhe nga ata të paktët gazetar të pavarur që kanë ngelur vendit, e që në fund fare nuk harroi të merrej as me Dua Lipën. Pra, ky që merret me gjithë ta armiq të popullit, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklaratë të ministres serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive tanë pra. Ndoshta sepse së bashku me mikun e tij, me Aleksandr Vučićin, i ka zënë i njëjti hall. Fakti që rinia e të dyja popujve i përçmon ata si lidera të vendit. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Kapri, zoti Ralt Kapri. Ndjes, një replik nga zoti Balla. Ndjes, zoti Kapri. Sa i përket një deklarate të jo vetëm papërgjeshme, por indinjuese dhe të rëndë të një anëtare të qeverisë së Serbisë, reagimi i qeverisë shqiptare ka qenë në kohë, adekuat, nga Ministria e Jashtme, në mënyrë të menjëhershme. Ndërkohë, këto janë çështje që nuk adresohen me karagjozllëk diletantësh politik, por janë çështje të një rëndësie kombëtare, që nuk mund tallemi për një aspekt procedural, që një kadet i ri në Kuvendin e Shqipërisë kujton se mund të marri vëmendje politike. Ne nuk tallemi me çështjet kombëtare. Nuk kemi ne karagjosi puna jote. Dhe qëndrimin e kemi mbajtur në nivelin e qeverisë, nga ministri i jashtëm, e kemi mbajtur në nivel politik. Kam nderin të jem kryetari këtij grupi parlamentar dhe kam reaguar shumë përpara teje, me që u bëm si kalamajt e kopshit këtu që duhet të themi kush ka reaguar. Ti ishe në gjumë kur kam reaguar unë, në emër të këtij grupi parlamentar, bashkë me ata që ke në atë kafazin tënd politik, dhe natyrshëm ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian, në të gjitha nivelet, qoftë në nivelin e
komisioneres Marta Kos, por edhe në të gjitha nivelet e tjera, dhe Shqipëria kur reagon Përfundoni, lutem. por reagon bashkë me aleatët e vetë. Dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politikë. Sa i përket Edi Ramës, ti dhe ata shokët e tuaj duhet lani gojën mirë, sepse Edi Rama është i vetmi kryeministër në historinë e këtij vendi që nga 1912 i cili çështjen e Kosovës e ka ngritur mes Beogradit dhe ka bërë me dije qartësisht edhe sfundmi në Bruksel, edhe në Beograd në tetor të vitit 2014, që Kosova është shtet i pavarur dhe Shqipëria mbështet fuqimisht, jo vetëm e ka mbështetur pavarësinë, sot mbështesim fuqimisht antarësimin e Kosovës në NATO, antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Faleminderit.